Vrasja e britaniku David Haines ishte një akt i pastër i së keqes, kështu është shprehur kryeministri David Cameron menjëherë pasi militantët e ISIS publikuan video në radhës ku ekzekutoi me prerjen e kokës një shtetas britanik. Një video prej më shumë se 2 minutash nis me një deklaratë të Cameron kundër shtetit islamik për të vijuar më pas me mesazhin e xhihadistit, ndërsa 2 videot e para ishin një mesazh drejtuar kreut të shtëpisë së bardhë Barack Obama. Videoja e tretë është një mesazh për aleatët e SBA-ve Britaninë e Madhe. Ekzekutuesi që sërish shfaqet i mbuluar dhe i veshur me të zeza, fajson kryeministrin britanik David Cameron për bashkimin e forcave me Shtetet e Bashkuara kundër shtetit islamik. Terroristi i paralajmëron se ky vendim i Cameron do të çojë popullin britanik drejt një lufte tjetër të përgjakshme që as kësaj here nuk mund të fitohet. Reagimi i Cameron nuk ka vonuar, ndërsa i shprehu ngushëllime familjes së David Haines, kryeministri britanik tha se qeveria e tij do t'i gjejë vrasësit dhe ata do të përballen me drejtësinë, sado që të kalojë koha. Menjëherë pas publikimit të videos, Cameron ka mbledhur komisionet e emergjencës kombëtare për të marrë vendime se si do të procedohet. Në Washington, Shtëpia e Bardhë lëshoi një deklaratë nga presidenti Barack Obama që dënon vrasjen barbare. Obama tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë për krah miku dhe aleati të afërt në pikëllim dhe marrje vendimesh. David Haines për vitesh merrej me shpërndarjen e ndihmave humanitare në vendet e luftës. Së fundmi Haines ishte shpërngulur në kufijtë e Sirisë ku i dërgonte ndihmë refugjatëve sirian. Nga këtu Britaniku ishte marrë peng që prej vitit 2013.